Nëse keni fryrje barku, pini një gotë nga kjo dhe do të shpëtoni për 5 minuta. Fryrja e barkut është një ndjesi vërtet e tmerrshme. Në një kohë kur do të dukesh sa më i dobët, barku i fryrë tregon se keni edhe disa kilogram më shumë. Përveç kësaj, është një ndjesi parehatije që ju mërzit gjithmonë edhe më shumë gjatë gjithë ditës. Por ka një lajm të mirë për këto çrregullime të vazhdueshme dhe të bezdisshme të barkut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithmonë mbani mend atë që hani, në mënyrë që ta keni më të lehtë trajtimin e problematikës suaj dhe ta zgjidhni problemin më kollaj. Disa prej ushqimeve të cilat duhet të rini larg sepse shkaktojnë fryrje barku janë pijet e gazuara, bishtajat, produktet e qumshtit dhe thekra. Por cila është pija që duhet të pini gjithmonë sa herë që keni fryrje të barkut? Ekspertët tregojnë se çaji i xhinxherit është një zgjidhje shumë e mirë. Xhinxheri është i mrekullueshëm për të eliminuar fryrjet. Disa studime kanë treguar se ky lloj çaji ndihmon kundër bllokimit të enzimave dhe gjeneve që shkaktojnë në trup inflamacione. Çaji i xhinxherit gjithashtu është i njohur për qetësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore, siç mund të jenë gjithashtu edhe problemet e Alzheimerit ose problemet e irritimeve të zorrve. Çaji i xhinxherit është i shkëlqyer për të ushtuar vazhdimisht në dietën tuaj, sidomos kur keni fryrje kronike të stomakut. Nëse shija e xhinxherit të duket pak e fortë, shtoni në të disa pika limoni që të bëni një shije më të butë. Një filxhan çaji i xhinxherit në ditë për aq kohë sa të keni probleme me fryrjen e barkut mund të jetë zgjidhja vendimtare për të përmirësuar florën tuaj bakteriale të stomakut dhe për të evituar gjithashtu fryrjet dhe problemet e tretjes. Kapslloku është një problem që prek gati 20% të popullatës botërore. Një nga shkaqet më të zakonshme të tij është zvogëlimi i lëvizjes së zorrve në ushqim përmes sistemit tretës. Nëse nuk ushtroheni fare dhe nuk keni mjaft fibra, problemi juaj mund të përkeçohet dhe të bëhet gjithmonë edhe më i rëndë. Para se të shikoni dhe të drejtoheni tek ilaçet për të luftuar kapsllokun, mund të përfshini ushqimet e mëposhtme në rutinën tuaj të përditshme në mënyrë që të merrni më lehtë problemet e kapsllokut dhe të evitoni gjithashtu inflamacionet tuaja të zorrës. Për një shëndet më të mirë të tretjes, është mirë që të shtoni gjithashtu edhe mollët. Një mollë në ditë mban mjekun larg dhe ky nuk është një mendim i rastësishëm. Fruti që ju jep 4 gram fibër ndihmon gjithashtu zorrën tuaj në bazat tuaja ditore. Mollët përmbajnë pektina, të cilat janë fibra të tretshme të njohur për vetitë e tyre laksative. Në një studim 80 pjesëmarrës morën suplemente pektine dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javëve. Pra shtoni në dietën tuaj mollët. Së bashku me kosin, tërshërën, sallatën me fruta në çdo mënyrë, mund të keni një mirëvajtje më të mirë të shëndetit të tretjes dhe evitimin e problemeve të kapsllokut. Kivi gjithashtu është një ndihmë shumë e çmuar për shëndetin tuaj të zorrës dhe mund të mbajë larg këto shqetësime. Fruti është i njohur për vetitë e tij laksative kundër kapsllokut, stimulon sistemin tretës dhe përshpejton kështu lëvizjen e zorrve. Në një studim të mëparshëm të pjesëmarrësve që u ndanë në kapsllok dhe jo kapsllok, u vure se kishte rezultate pozitive në të gjithë grupin. Pra bëni një smoothie me kivi dhe lehtësisht do të keni gjithashtu një tretje më të mirë dhe nuk do të vuani nga shqetësimet e kapsllokut. Fiqtë mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër kapsllokut. Fiqtë thatë në veçantë ju japin më shumë fibra. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Në një studim me 40 vullnetar, fiqtë përmirësuan strukturën e tyre kimike të jashtëqitjes dhe reduktuan në ndjeshëm gjithashtu problemet e barkut të fryrë dhe problemet e kapsllokut. Thjerrzat. Ju e dini që shumica e bishtajave ndihmojnë shumë në lëvizjen e zorrve. Përveç marrjes së shumë fibrave, thjerrzat do të rrisin edhe prodhimin e acidit butirik, i cili do të rrisë lëvizjen e sistemit tuaj tretës. Në verë do të hani më lehtë në sallata të freskëta dhe perime dhe kështu do të keni një tretje më efektive dhe më pak probleme të komplikacioneve të kapsllokut.
Patate të ëmbla të shtuara lehtë në dietën tuaj mund të jenë gjithashtu një përzgjedhje e mirë ushqyese në balancimin e këtyre komplikacioneve. Ju tashmë keni arsye të mjaftueshme për të ngrënë patate të ëmbla në dietën tuaj, por tani do të zbulojmë se ato ju ndihmojnë të vizitoni tualetin më shpesh. Ato kanë fibra sa që mund të përfshihen thjesht në receta të ndryshme dhe të ndihmojnë në një tretje më efektive dhe më pak probleme të kapslëkut. Kefiri. Qumshti i fermentuar përmban probiotik të cilët janë bakterie të shëndetshme të zorrës. Studimet të panumërta kanë treguar se kefiri është aleat i madh kundër kapslëkut dhe kontribuon ndjeshëm në hidratimin e zorrëve. Mund të bëni smoothie me kefir në vend të qumshtit klasik ose ta kombinoni atë edhe me tërshër dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për shëndetin tuaj të zorrës dhe evitimin e problemeve të tretjes. Kapslëku është një nga problemet më të zakonshme gastrointestinale. Shumë njerëz që vuajnë nga kapslëku kanë dhimbje gjatë jashtëqitjes dhe shpesh kanë tendosje, fryrje dhe ndjesinë e një zorre të mbushur. Pothuajse çdo njeri mund të vuajë nga kapslëku në një moment të caktuar dhe shkaku më tipik është dieta e varfër ushqimore. Uji 1 dhe ushqimet e pasura me fibra 2 janë më të rëndësishme në parandalimin e kapslëkut. Uji duhet të konsumohet gjatë gjithë ditës për të zbutur jashtëqitjen, kështu mund të dilni më lehtë jashtë. Fibrat janë gjithashtu të rëndësishme për të shtyrë ushqimin nëpërmjet traktit intestinal. Ja cilat janë ushqimet më të mira të pasura me fibra që ndihmojnë në një jashtëqitje më të rregullt dhe të menjëhershme sipas ekspertëve të Healthline. Bishtajoret. Bishtajat si fasule, thjerza dhe qiqërat kanë gjithashtu një sër përfitimesh të mira për shëndetin. Ato mund të përfshihen çdo ditë në dietën tuaj duke qenë se janë shumë të pasura me fibra, proteina, vitamina dhe minerale të rëndësishme. Vetëm një kup me fasule mund të shtojë 5 deri në 15 gram fibër te sallata, supa ose tava, të cilën ju po e përgatisni. Në varësi të fasuleve që përdorni, ndikimi i tyre në shëndet do të jetë edhe më i mirë. Brokoli. Brokoli futet në listën e super ushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm, por gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Ai është një burim i mirë i vitaminave, proteinave, fibrave. Brokoli parandalon dhe ul riskun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme, si sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe lloje të ndryshme të radikaleve të lira. Konsumi i tij gjithashtu është një mundësi e çmuar për tretjen. Shtoni një kup me brokoli të gatuar në drekën ose në darkën tuaj dhe kështu do të merrni më shumë fibra shtesë. Bollguri. Bollguri është i pasur gjithashtu edhe me fibra të tretshme që do të ndihmojnë në kalimin e ushqimeve nëpërmjet të zorrës në jashtëqitje të rregullta. Spinaqi. Një kup me spinaq siguron 4 gram fibër që përmban magnez, një prej mineraleve që ndihmon edhe në jashtëqitjen e rregullt. Shtoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj për të rregulluar tretjen. Frutat e thata. Përfshini çdo ditë në dietë një grusht me fistik, arra, bajame ose kikirik. Ato janë burime të pasura të proteinës dhe yndyrnave të shëndetshme, megjithatë nuk mungojnë as fibrat. Një kup e vetme me bajame do të sigurojë 9 gram fibër. Farat e lirit. Farat e lirit janë një mënyrë e mirë për të shtuar më shumë fibër në dietën tuaj. 2 lugje dhe fara liri shtojnë 4 gram fibër. Manaferat. Manaferat, boronica, luleshtrydhet e të tjera janë gjithmonë në listën e super ushqimeve për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksiduesve dhe lëndëve të tjera ushqyese. Gjysmë kupe me boronicë ose luleshtrydhe përmbajnë 4 gram me fibër. Dardhat. Dardhat janë të pasur me antioksidantë dhe vitamina, ato janë një nga frutat më fibroze, prandaj shtimi i tyre në dietë është një mënyrë e lehtë dhe lehtësuese për tretjen dhe jashtëqitjen. Një dardhë në madhësi mesatare siguron 5 gram e gjysmë fibër. Molla. Në këtë rast një mollë në ditë është akoma një këshill e artë. Një mollë e vogël së bashku me lëkurën e saj ofron 3.6 gram fibër. Lëkura e shumë frutave përmban fibër të tretshme që veprojnë si laksativ natyral. Frutat e thata. Nëse po kërkoni një ushqim të shpejtë, sa më të kaluar edhe për të zgjidhur problemin e tretjes, zgjidhni kumullat ose fiqt e thatë. Ato janë të pasura me fibra dhe përmbajnë sorbitol, fruktan, sheqerna natyrale të cilat kanë efekte të mira laksative dhe ndihmojnë në një zorrë të shëndetshme dhe më pak probleme të kapslëkut, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.